Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Fierit. Një baba 36 vjeçar në fshatin Sheqisht ka kryer marrëdhënie seksuale me vajzën e tij 12 vjeçare. 36 vjeçari Zamir Meta është vënë në pranga nga policia. Personi që shihni në foto është babai dhe abuzuesi i vajzës së mitur. Nëna e vajzës 12 vjeçare Juela Meta është shprehur se ngjarjen e kishte marrë vesh në polici, ndërsa shton se burri i saj duhet të kalbet në burg për atë që ka bërë. Gjithashtu, tha se vajza nuk i ka treguar asnjëherë për këtë, por ishte gjithkohën e acaruar me vëllezërit e motrat. Juela ka treguar se vajza ka deklaruar në polici se i ati e kishte përdhunuar që kur ishte 5 vjeçe. E mitura aktualisht është marrë nga shteti për trajtim, pasi kishte kaluar në depresion. Familja Meta kishte ardhur nga Gjermania para 20 muajve, pasi kishin qëndruar 5 vjet atje. Për këtë ngjarje, shprehet e ëma e vajzës. Çfarë ndodh konkretisht? Unë jam Juela Meta, jam nëna 7 fëmijëve, 30 djemve dhe 2 vajza. Më ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë. Mua në orën 4 më njoftoi vajza e dytë që më ka ikur vajza e madhe nga shtëpia. Unë nuk rjem, kërkoj se gjej vajzën dhe njoftoj policinë. Policia e gjeti vajzën dhe vajza kishte treguar që papai e kishte përdhunuar. Unë shkoj në polici, ati i marrë vesh. Të gjitha, vajza i thot të gjitha, që i kishte periati. Sa vjeçë është vajza? Vajza është 12 vjeçë. Ju keni kuptuar diçka? Ishte goca me ju që diçka nuk shkonte me marrëdhënien me baban? Goca nuk më thoshte mua, në fare. Goca vetëm ishte acaruar. Se është me vlezën me motrën, kur i ndaja me thosha të keqe mami, zemra mami, mos u zi me motrën me vllajën, më thoshte mua i ka ndeu, thoshte edhe fëmijëve nuk të rrojnë. Vajza kaloi në depresion, sa u detyruar, u lërguar në Panesa, edhe kishte vetëm të një komshie këtu. Kjo komshia e kishte marrë, i kishte dhënë bukë, e kishte çu brenda, edhe këta kishin lajmëruar policinë, se ka ardhur një vajzë këtu. Edhe vjen policia më lajmëroi që e gjeti vajzën dhe na tharret policia. Shkojmë ne mua më rasti bombë kjo. Të gjitha i mora vesh ati që jati më hirtë që për në vajzën. Një pyetje që të sofak dhe firë kutesës. Juve thatë që bashkët ju e kështë përdhunuar. E kështë përdhunuar pje apo disa ditë më parë? Vajza kështë deklaruar që i kështë përdhunuar edhe në para dhe që 5 vjeçë në Gjermani unë nuk dija më gjë. Kur i mora vesh atje, më rast një bombë, tani vajzën më kanë shteti, më ka quar në Tiranë për rehabilitim, se vajza kaloi në depresion, sa u detyruar veri atë gjë, u larguar në shtëpi. Pra që në moshën 5 vjeçare vajza është dënuar, është abuzuar seksualisht nga babai? Po kështu i dëgjova të gjitha dje, se unë nuk dijan që asë për se kishte ikur vajza në shtëpi, për një njeri që mua më përdhunoi e vladin, me beri këthe e vladin, të kalbet në burg të marri dënimin e merituar se unë nuk e dua me. Të bëjmë një nene fort për fëmijët e mi. Po marrëdhënia me fëmijët e tjerë, si ishte? Po sy tim ishte nuk tregon të gjej, nuk bën të gjej. Tani brapa krave të mi se qa bente, edhe kur isha mu në gjumë, unë nuk dija më gjej, unë edhe kur isha në gjumë, mu më vriste. Ku e dija unë se qa mund bente. Është i dhurshëm, është agresiv, si e keni marrëdhënien të bashkëtorë? Sy tim, jo, alkohol nuk përdorte. Sy tim nuk bente gjë, se qa bente prapa krave të mi, unë nuk dija më gjë, ti mora vesh të gjitha në polici. Edhe vajza më ka kalu në depresion, ma ka strehu shteti vajzën, me atë po merret shteti, a i të marri dënimin e merituar. Tashmë je me 7 fëmijë dhe pa bashkëshortin. Çfarë kërkon ta? Bashkëshortin e ka marrë shteti, po merret shteti me atë, vajzën ma ka çuar në Tiranë, dua një komunikim me vajzën. Nuk keni folur me vajzën pas kësaj? Ma kanë çuar në Tiranë vajzën dhe më thanë për një muaj. Dua që ta shikoj vajzën, më japi mundësi dhe ta takoj. Sa vajza të marri veten, unë tani më ka rënë halli madh se burri mbante familjen, tashi unë jam shtëpit këto si janë shtëpitë e mia, më ka rënë një halli madh tashi me 7 fëmijë unë. Ku do vetëm do mbytem, pa punë, s'punoj dot. Çfarë kërkoni? Unë kërkoj nga shteti, kërkoj një strehim, se unë nuk punoj dot. Kam fëmijët. Burri që mante shtëpinë, me atë po merret shteti. Cilat janë të ardhurat tuaja? S'kam të ardhur fare tani. Ku punon nga bashkëshorti juaj? Në lumë tash. Ai punon te soba, ai mante shtëpinë, me atë po merret shteti tash.
Unë jam tashi mes 4 rrugëve, në bytën Blum. Unë do bëhem një nene fort tashi për fëmijët e mi. Unë kërkoj nga shteti dhe kushdo që ka dëshirë të më ndihmoj me instrehim, të më ndihmoj në instrehim që ta kem shkollë, spitalin afër, se kam shumë fëmijë, me pension më jo, që të kenë ushqime fëmijët hanë. Se unë tash jam vetëm pa bukë fëmijët, më këra dhe ky halli shumë i madh me vajzën, se kam vajzën, dua që ta takoj vajzën. Në zi kam pritë fëmijët, më ras si bombë kjo, kur e mora vesh dijen në polici. Se dija dhe arsye pse më kishte ikur vajza. Di mora vesh të gjitha. Tani më duhet shumë të më ndihmoni. Detajet e reja janë zbuluar në lidhje me ngjarjen e rëndë në Fier, ku një 36 vjeçar u arrestua pasi u akuzua nga e bija, vetëm 12 vjeçe, se e kishte përdhunuar. Burimet policore bëjnë me dije se denoncimi në polici është bërë nga vetë e mitura, pasi është shoqëruar në komisariat pas njoftimit të fshinjve. 12 vjeçarja në prani të psikologes ka pohuar se është përdhunuar nga babai i saj, ndërkohë Jati ka pranuar se ka abuzuar seksualisht me vajzën e tij, por ka ndodhur vetëm një herë.